Një fëmijë 2 vjeçar, i cili prej pasdites së djeshme kishte shpëtuar syrit të familjes duke u larguar nga banesa, u gjet i mbytur në gryqderdhin e kanalit të Vrakës në liçenin e Shkodrës. Familja Tahira, e banues në fshatin Boriç i vogël të komunës Gryemir, të rrethit Malsi e Madhe, informoi policinë se fëmia ishte zhdukur prej orës 17 të pasdites së të dielës dhe dyshonin se mos aksidentalisht ishte rrëzuar dhe kishte rënë në ujërat e kanalit të Vrakës, i cili shkarkohet në liçenin e Shkodrës. Kanali kalon të afër banesës së tyre dhe në breg të tij ishte gjetur dhe një lodër e 2 vjeçarit me inicialet ET. Njoftimi në polici nga familjarët ishte dhënë pasi kishin kërkuar tek të afërmit të tyre, por edhe në përfshat. Policia nisi kërkimet, ndërsa një skuadër polumbarësh filloi kërkimet në ujërat e kanalit dhe të liçenit të Shkodrës, pasi mendoi se rrjedha ujit mund të kishte çuar trupin e të miturit atje. Sot në mëngjes u njoftua se trupi i Pajet i vogëlushit ishte gjetur në gryqderdhin e kanalit të Vrakës në liçenin e Shkodrës.